Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma, ju ftoj të njiheni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë ndikua nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti ishte I kthjellët në të gjithë territorin për pjesën më të madhe të ditës, por nuk munguan vranësirat e mesme deri të larta gjatë mesditës e pasdites në jug të vendit. Këto vranësira në relievet e larta malore në jug të vendit u shoqëruan me reshje shiu afat shkurtra dhe të dobta në formë pikash. Era ka fyer me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 9 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 17 deri në 31 gradë, në zonat të ulta 16 deri në 35 dhe në Bregdet 19 deri në 35 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga po të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet I kthjellët në të gjithë territorin dhe vranësira të pakta mesatare kalimtare në relievet malore në jug të vendit gjatë orëve të mesditës deri pasdite vonë. Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të dobta në formë pikash në majat e maleve në juglindje. Era do të fryjë me drejtim kryesor verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 14 metër për sekond, e shoqëruar me valësim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 3 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 16 deri në 29 gradë, në zonat të ulta 18 deri në 36 dhe në Bregdet 19 deri në 35 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.